Partia Demokratike është pranë finalizimit të emrit që do të garojë përballë Oger Manastiliut të PS-s për të marrë Bashkinë e Tiranës. 3 emra janë hedhur në tavolinën e diskutimeve mes grupit negociator të Partisë Demokratike dhe partive të tjera opozitare. Në takime janë diskutuar 3 emra të mundshëm që vinë si aktivist të shoqërisë civile. Ata janë Edira Çepani, Ermal Hasimja dhe Florian Haçkaj, po deri më tani nuk ka dakordsi për asnjërin prej tyre dhe negociatat do të vijojnë mes palëve. Vetmja gjë për të cilën PD ka rënë dakord me partitë e tjera opozitare është se kandidati për Tiranën nuk do të jetë nga radhët e forcave politike. Pas takimit për mediat ka folur Belind Kolliçi duke thënë se opozita është unifikuar për idenë që do të dilet në garë përballë PS-s me një kandidat të vetëm. Kemi të kërcuar që duhet një kandidaturë unifikuar e spektrit opozitar. Të gjitha forcat opozitare ka një konsensus për të dalë me një emër që mund të përballet me kandidatën që simbolizon Covidin dhe vdekjen. Për pjesën teknike, kemi diskutuar emra të përveçëm, kemi rakorduar për profilin që duhet të ketë, u shpreh ai. Te kaq të pyetur nëse do të hyjë në zgjedhje në rast se presidenti Bayram Breka i dekreton, Belind Kolliçi dhe Ilir Ali Mehmeti u shprehën se vendimi për këtë do të merret nga forumet e larta të partisë.